Jem Krusha Ostina pranverës, kjo është mënyra e vjetër që mjall ketë përpara. Mirë po tash, zakonisht i mjallin vjesht, me traktor domethënë, dy njerëz mujnë mjall deri në 10 hektarë. Si vjet kilogrami arpagjikit ose arpagjikit si thonë disa, kushton 2,5 €. Është ma lirë sepse vjet shumë kep janë hudhë. Janë lënë nara, nuk janë shit. Kepa dhe patatja nuk është shit. Bastoni nuk është shit, specët kanë pas çmim, ka pas çmim lakna, gjatë verës nuk është shit, mirë po në vjesht ka pësu çmim deri në 70 cent. Çka po eksportohet jashtë po shit. Domethënë, jem pranë verë. Që heki mallin pak me gjimtare pasi të mbillet, bëhet vija tjetër edhe mbulohet. Është shkon sistemi. Kështu jenë mjallë përpora me hektar, tash ka ndryshim metoda. E këta janë vjesht që janë mjallë dhe më thonë tash veç ka në bi. Qepët. Disa mjëllën pranë verë, disa në vjesht. E këta janë serë dhe më thonë sot 10 mars, se këta janë mjallë ma herë në vjesht. Krahasimi me ato, mranda në sera dhe jashtë serës dallon. E këta janë laknët që fidanët që presin më rrit e më mjallë. Inshallah shiten që janë shit vjetë.